tregohet një burr i moshuar 70 vjeç, 70 vjeç, kishte probleme me syt, moshën 70 vjeç, kishin zonë perde syt, edhe shkon, edhe operohet. Edhe në fund fare, ke spitali i çin faturën. I thonë duhet me pagu shpenzimet e spitalit. Dhe ky preket vazhdon duke qajt. Preket shumë. Dhe i thonë pas mjekët, mos u mërzit, thot, nëse nuk ketë një mim paka. Thot, jo, thot, nuk po qaj, thot, se nuk kam mundësi me pagu. Po qaj, thot, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala 70 vjet më ka dhonë shikimin, nuk kam pagu në i faturë. Erdha tu në spital, i herë që erdha, duhet me pagu. Subhanallah. E kuptoni vëllezër që kemi shumë të mira, në ka dhonë Allahu shumë të mira, shumë mirësi, po ne kajherë nuk i vlerësojmë. Pra kajherë nuk i vlerësojmë. Prandaj robi duhet tjetë falenderues dhe mirënjohës ka shi Allahu. Me thonë elhamdulillah, falenderoj o Zot. Besoj që gjithë di me thonë këtë fjalë elhamdulillah. Elhamdulillah.